Izraelin kjo punë. Dhe ka të bëjë me faktin që s'mund të futesh bazë ushtarake izraelite në Sazan, në mes të Evropës, në mes NATO-s, dhe ta kalosh lumin pa problem fare. Mund fundosësh. Do me thëmë, ti mendon që ai kompleksi turistik në Thojza, në Sazan, ka prapavi ushtrinë. Unë ndjek informacion të dorës së parë, rasti konkret e kam shpjeguar është një analiste amerikane, ka punuar në FBI, me origjinë turke, e cila ka dhënë një të dhënë në Turqi është zyrtar që 1/3 e portit Sazanit është prenotuar për një bazë ushtarake, logjistike, izraelite në Mesdhe. Bëhet fjalë për burime të cilat janë të rëndësishme dhe shumë serioze. Bëhet fjalë për Turqinë. Bëhet fjalë për burime të dorës parë, që janë vetëm me shërbime sekrete. Dhe për t'ia bërë më qartë publikut është që ka pas një projekt Sazan që është miratuar në 2024-2025 për familjen Kushner dhe Ivanka Trump. Apo njerëzit nuk e dinë që ky projekt është anulluar në vitin 2025, fillim 2026. Në moment që ra gjysma e projektit që ishte në Beograd, ra dhe Sazani dhe Zvërneci. Këto janë projekte komplet të reja. Ky projekt që tani nuk ka si dhe me projektin që kemi parë. Është projekt komplet nga e parë. Ka skadu leja ti sa për ditë, nuk bëhet më se ka skadu dhe leja. Nuk është bërë aplikimi për në afate, se ka afate, ti e di. Ato bukurinë që nxorën 3 data. Jo. Është anulluar. Sepse nga që dështoi Beogradi, kjo ishte gjysma në Shqipëri, gjysma në Jugosllavi, në Serbi. Ishte projekti i tillë. Një projekt i vetëm. Njëra